Në kohën kur Ilir Meta kërkon lirimin pas gati 8 muajsh në qeli të paraburgimit, prokuroria e posaçme SPAK mëson se ka paraqitur prova të reja në dosjen për cilën arrestoi dhe ka marrë të pandehur ish presidentin dhe ish bashkëshorten e tij, deputeten Monika Kryemalli. Prokurorët e posaçëm sipas burimeve kanë dorëzuar në gjykatë 31 faqe dokumenta ku pretendohet se është zbuluar një episod i ri korrupsioni i dyshuar nga ish çifti Meta Kryemalli. Hetimet mësohet se kanë zbuluar veprime në një kartë bankare që sipas prokurorëve të SPAK rezulton se është përdorur për blerje dhe shpenzime të ndryshme. Karta sipas burimeve është vënë në dispozicion i shiftit Meta Kryemalli nga biznesmeni Ardian Shatku, i njohur si i afërmi i deputetes. Në një reagim nga qelitë e paraburgimit, presidenti i Partisë së Lirisë që nuk ishte në gjykatë këtë të premte mohoi çdo përfshirje me këtë episod të ri të korrupsioni, duke theksuar se ai mban përgjegjësi vetëm për veten në përballje me akuzat e drejtësisë. Ilir Meta mban përgjegjësi vetëm për Ilir Metën dhe për askën tjetër. Ilir Meta nuk mban përgjegjësi as për fëmijët e tij, që i kanë në moshë madhore dhe i ka këshilluar që gjithmonë të jenë shembull i respektimit të ligjit, dhe aq më tepër nuk mund të mbajë përgjegjësi për kushërinë e tij. Më herët avokati Kujtim Cakrani tha se këtë kartë bankare për të cilën flet SPAK nuk është përdorur nga Meta, por nga ish bashkëshortja e tij. Kartën e ka përdorur ish bashkëshortja e zotit Meta. Nuk ka zoti Meta, nuk ka kartë, nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. SPAK ndërkohë mësohet se ka marrë disa letërporosi mbi hetimin për lobimin e ish LSI në SBA. Avokati Kujtim Cakrani pretendoi se akuza për Metën për këtë çështje ka rënë. Prokurori e pranoi vetë në seancë që lobimi i Shtetit Bashkuar ka rënë si vepër penale për zotin Meta, pasi nga emailët që kanë ardhur te departamenti i drejtësisë apo fara, vërtetohet që zoti Meta nuk ka kryer pagesën 100.000 euro siç është thënë deri sot, por ka qenë një pagesë 15.000 euro dhe cila është ndërprerë më pas. Gjykata e posaçme ndërkohë shtyu kërkesën e mbrojtjes për shqyrtimin e kërkesës së Ilir Metës për ndryshimin e masës sigurisë, pasi SPAK paraqiti prova të reja shtesë. Prokuroria e posaçme ka marrë zyrtarisht të pandehur ish presidentin dhe kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta, si dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemalli. Ata akuzohen për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie për dosjen QSD-ja dhe të lobimit të ish LSI në SBA.